Mirë ditë miq. Ju prezantohemi. Unë jam Juliana. Dhe kjo me jeshile është Mariana. Jemi shoqe që prej shumë vitesh, që në bankat e gjimnazit. Asnjëra nga ne të dyja nuk jeton në Shqipëri. Jemi 35 dhe 30 vjet që jetojmë jashtë. Ama kemi vendosur që pushimet I bëjmë çdo vit bashk. E filluam nga vjet. Kjo është një eksperiencë komplet e re ishte, sepse këto pushime ishin I bëm vjet. Këtu e filluam nga Gjermania, Austri, Kroaci, Bosnjë, Shqipëri. Kjo është ditë e parë që e filluam në Shqipëri. Këtu jemi në Fark, në vendinjen time. Ja këtë po montojmë tendën. Një eksperiencë që do t'ju rekomandoja të gjithëve. Nuk kushton shumë. Okej, kushton, po jo kaq që ne nuk përdorim as hotele, ne nuk as restorante, nuk ka luks, vetëm eksperiencë. Ne flem në tendë, ne flem në makinë. Varet nga situata. Kemi kaluar kështu pra një muaj. Fokusum shumë në Kroaci, se ishte shumë bukur Kroacia. Edhe këtë vit do ta bëjmë përsëri. E fillojmë nga një korriku. Jemi 5 javë. Dhe jemi një javë në Greqi, një javë në Itali, një javë gjysmë në Shqipëri. Pastaj Kroaci, Austri, Gjermani. Kjo është tenda jonë e bukur. Kjo pra ishte viti I parë dhe për ne ishte një eksperiment. Do ta vazhdojmë të vitin e dytë, një javë më tepër, pra 5 javë. Qëllimi është që ne të arrijmë të blejmë një camping. Ju lutem na ndisni sa më shumë, aq edhe më shumë video do bëjmë. Le ta eksplorojmë botën bashk, në vende reale, një jetë reale, jo luksus, jo hotele, thjesht vajzat e kampingut.